Ibn Uthejmini Hoxha thët, Allahu të mëshiroft, dashtëm me të mësu ty e ti na mësohë neve. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem andaj ka mësu shokët e tij duke thënë, idha marartum bi riyadil janna farta'u. Thot pejgamberi sa kur të kaloni ka kopshtet e xhenetit, nalni pak te këto. Sahabët që ditën thanë ja Rasulullah, çka janë kopshtet e xhenetit? Tha hilaku dhikri. Ato tubimet ku përmendet Zoti. Ky rumullaku i dhikrit. Që kjo tha është kopsh prej kopshteve të xhenetit, andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrini pak aty. Kjo ka shtyë edhe Ibn Taymiyyah, Allah mëshiroft, të thotë, këtë dynja është një xhenet. Kush nuk hin të, nuk ka me hin xhenetin e ahiretit. Është një xhenet në këtë botë. Kush se ka përjetuar, s'u ne përjeton as xhenetin e ahiretit, e ai është vendi ku përmendet Zoti. Mirësia e dytë që pejgamberi sa më thot, e para ka zbret qetësia. E dyta, wa ghashiyatuhumur rahme. Ata i mlon rahmeti dhe mëshira e Zotit. Ata njerëz që lajnë dynjan anash, edhe shkojnë me një vend fi sabilillah, me përmend Zotin sinqerisht, edhe mu këshillu me njëri tjetrin, thot pejgamberi sa Allahu i mëshiron. Andaj ka në hadith tjetër, thot me lajket kur Allahu i thot, falni ata që janë prezent në atë vend, me lajket po i thonë o Zot, në mesin e ty në është një njeri, abdun khata, ka shumë gjënahe, marra bihim fejles, ai nuk u shku, po veç ka kalu atë, kur e ka po grumbullin ull, thë qysh me falë këta, të fale, thët Allahu, se fe innehum, ata jenë një grup, la jeshka gjelisuhum, ai që rrin me ta, nuk mjerohet, nuk humb ai njeri që rrin me ta. E kjo na kujton një ngjarje me njërin prej dietarëve bashkëkohor, Ibn Uthejminin, Allahu mëshiroft, që një herë me njërin prej nejave dhe tubimeve ti, tu dhon ders përpara xhamatit, e shet dikon që u hin mendime. A prezent po shikimet edhe shet që me men u shku larg. Edhe për me dash me mësu, i thot ti, thot përsërit ma çka thash. Edhe ai thot nuk e di o shejh. Po që s'peden edhe jarë për rinjë të me neve. Thot po ri me arsyen se kumni se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thanë, fe innehum qaumun la yashqa jalisuhum. Ata janë një popull që kush rrin me ta nuk mjerohet. Unë ju marr veç me nejt me juve. Veç me mlu rahmet dhe mëshira Zotit me juve. Ibn Uthejmini Hoxha thot, Allahu të mëshiroft. Dashtëm me të mësu ty, e ti na mësohë neve. Na dashtëm me të mësu ty, e ti na mësohë neve. Pra veç me shku me nejt, na shta hiç nuk merr vesh për asaj çka po flitet, mirë po të mbulon rahmeti. Kjo është njëna për atyne që Allahu i shpërblen ata që e përmendin ata.